Përshëndetje nga Dy Biznes, unë jam Aurora Sulqa. Të blesh një shtëpi është bërë gjithmonë e vështirë, kjo pasi çmimet janë futur në një trajektore rritëse të pandalshme, nxitur në fakt edhe nga kërkesa e shtuar për të pasur një banesë. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se në 6 mujorin e parë të këtij viti, çmimet për blerjen e një banese janë rritur me 41.7% kundër njëjtës periudhe të një viti më parë. Vetëm në Tiranë, çmimet e blerjes së shtëpisë janë rritur me 32.6%. Rinaldo, një rritje 41.7% të Banka e Shqipërisë në nivel mesatar të çmimeve. Si është terreni? E vërteta është që nuk është kjo e vërtet. Do të ishte shumë e gëzueshme të besonim që shqiptarët në 2025 u gdhin 40% më të pasur, sepse prona e tyre vleka 40% më tepër. Mendoj që ha shumë diskutim në statistikat tona, në shembull të marrë në kampion të marrë të paktën me 12.000 prona, ne na rezulton që rritja bruto ke qenë 16.7%. Rritja neto, duke e indeksuar me vlerësimin e euros, personalisht më rezulton 13.7%. Në të gjitha testimet që kemi bërë, qoftë edhe me indeksin Fisher në këtë sample, nuk besoj që shkon më shumë se 15% në vit. Kështu që situata vazhdon të jetë siç ka qenë para një viti, me rritje 1, maksimumi 2 shifrore për segmentet e caktuar. Dhe rritje 2 shifrore kryesisht në produktin e ri, pra ndërtimi i ri i cili fillon sot projekti dhe deliver po themi jepet pas 2-3 vite si dorëzim. Në cilat zona po kërkohet më shumë që rrjedhimisht bazë kërkesës është edhe çmimi më i lartë? Nuk diskutohet që është Bregdeti kryesor, kjo për shkak të gjithë dinamikave që ka Shqipëria, sezonit turistik, lokacionit, marketingu shumë të mirë që po i bëhet Shqipërisë, ka një interes të shtuar nga Izraeli deri në Amerikë për të ardhur për të investuar në Shqipëri, sidomos për pjesën e pasurisë e paluajshme. Dhe kur flasim për qytetet, janë zonat ekonomike, personalisht besoj që pjesa e Paskuqanit është drive, po themi tregu kryesor i cili është duke performuar për shkak se ka një alternativë ekonomike të mirë për qytetarët, të cilët mund të zgjedhin një apartament që është më lirë se sa qendra. Nuk jam duke thënë që qendra nuk funksionon, por qendra ka një produkt shumë të kufizuar, shumë luks, shumë elitar që nuk mund të përqaset nga gjithë. Por përballë kësaj rritje të pandalshme çmimesh, të shesësh një pronë është bërë më e vështirë dhe kërkon më shumë kohë. Banka e Shqipërisë konstaton se në pjesën e parë të këtij viti, një agenti në tregun e pasurive të patundshme i duhen mesatarisht 11.6 muaj që të shes një pronë, ose më shumë se 2 muaj se në fillim të vitit. Në fakt, pronat në Bregdet janë ato që shiten më lehtë se në kryeqytet apo në qytetet e tjera, duke pasur parasysh se blerësit kryesorë janë të huajt ose shqiptarët e diasporës. Të duhet më shumë kohë apo më pak kohë të shesësh sot një pronë për të kuptuar, le të themi, edhe kohën e negociatës, për të kuptuar edhe llojin e blerësit edhe llojin e shitësit? Ka pasur 2 dinamika në tregun e pasurisë paluajshme, fatkeqësisht nga 2 lajmërime për procesin e rivlerësimit, 2024 dhe 2025. Besoj të 2 këto lajmërime kanë dëmtuar procesin e shitjes dhe kanë kërkuar më shumë negociata. Nëse në 2023 një pronë mund të shitet mesatarisht çdo 3 muaj, sot besoj që kërkon shumë negociata dhe të zgjatur në kohë, gjithmonë në pritje të procesit të rivlerësimit. Kështu që statistikisht besoj që një pronë kërkon 6 muaj. Për pjesën më të madhe të shqiptarëve, veçanërisht atyre që blejnë shtëpinë e parë për urbanim, marrja një kredi mbetet alternativa ndoshta e vetme e financimit, megjithëse për një pjesë tjetër burimet mund të jenë të ndryshme. E në fakt, kërkesa për tuan për blerje shtëpie ka ardhur në rritje këtë vit dhe sipas Bankës së Shqipërisë vlerësohet në 31.6%. Një kërkesë e tillë shtuar ka detyruar Bankën Qendrore si autoritetin mbikëqyrës në tregun bankar që të vendosë kufizime në dhënien e kredive për blerje shtëpie. Megjithëse efektet e një nisme të tillë kanë vetëm pak që kanë hyrë në fuqi dhe nuk janë reflektuar ende në sondazhin e kryer nga Banka e Shqipërisë. Flitet gjithmonë për fluks në tregun e ndërtimit. Dhe pritshmëritë janë gjithmonë për një ulje të çmimeve, ndoshta edhe kjo ndikon në këtë kohën e negociatave. E ndjeni ju këtë dhe si ekspert apo si agent që merr çdo ditë me këtë punë, si parashikojnë që të jetë ecurja? Unë nuk besoj që do të kemi një fluks në realitet. Shikojmë shifrat e fundit, 365 milion euro nga sektori bankar të dhëna 6 muajin e parë 2025-s, diku tek 253-255 milion euro investime tuaja direkte të ardhur në real estate. Mendoj që tregu i kalon si vjet 1.5 miliardë euro, të paktën 3 muaj parë 2025-s nga instati është 350 milion euro. Mendoj që gjithë negociata që ndodh në transakcion pasurive të paluajshme nuk ka të bëjë me çmimin, por ka të bëjë me skemat që vinë për shkak të tatimit, pra deformimet që vinë në transakcion për shkak të tatimit, sepse gjithsecili është duke pritur për të kursyer gjithmonë më tepër nga taksat. Kredia mbetet forma kryesore për të blerë një banesë?
Mendoj që me termat që ka pasur sektori bankar, por edhe me rritjen e çmimeve, Kredia ka qenë mbështetësi kryesor i tregut pasuri e paluajshme. Dhe ashtu siç ka qenë mbështetësi kryesor për transaksionet, në të vërtetë ka sjellë edhe një ulje të moshës mesatare që kanë qenë duke bler në real estate. Pra sot nuk kemi vetëm 34 vjeçar, por kemi edhe çifte të reja të cilët janë afër moshës 30 vjeç dhe kanë pasur mundësi të aksesojnë tregun. Vendimi i Bankës së Shqipërisë së fundmi ka hyrë dhe normalisht në raportin e bankës mbi tregun e pasurive të patundshme nuk është reflektuar kufizimet që institucioni mbikëqyrës bankar ka bërë për sa i përket kredisë në valutë, ku financohet maksimumi deri në 70% të vlerës, pra 30% duhet i ketë vetë ai që kërkon të blej banesën dhe 20% raporti për në rastin e kredisë në lek. Mendoni se vendosi këtij kufizimi do të ndikojë te Kredia? Është shumë herët për të bërë parashikime, sepse një korrik, pra 2 muaj kemi pasur korrik dhe gusht, ne mendojmë që do të ketë një efekt psikologjik, ndoshta deri në fund të vitit, dhe me futjen në fuqi të fushatës rivlerësimit, të cilët urojmë që të jenë për banesat 3%, mendoj që do të jetë tjetër histori. Pra këto 6 muaj do duhet testojmë urat me vendimin e Bankës së Shqipërisë, por ne jemi besim plot që 2026 nuk do të kemi efekte. Thej që edhe çiftet e reja mund të blejnë një banesë apo me kredi, sigurisht. Çfarë lloj banesash kërkohen kryesisht? Apartamente të mëdha, më të vogla? Jo, nuk besoj. Ka shumë të bëjë me ndimin që e familja, por besoj një çift i ri e fillon në 1+1 mesatarisë dhe kryesisht shkojnë në zona periferike sepse ato të lejojnë mundësinë për të marrë një apartament brenda buxhetit dhe ke mundësinë për ta filluar jetën aty pa pasur nevojë ndoshta për shkollën, për kopshtin dhe për gjitha të tjerat. Në një moment që ti e shtyn këtë vendimmarrje bëhet gjithmonë më e komplikuar. Por teksa interesi i të huajve për të blerë prona në Shqipëri, kryesisht në zonat bregdetare, ka qenë i lartë në vitet e fundit, këtë vit edhe nga zyrtare tregojnë një zbehje të lehtë. Sipas Bankës së Shqipërisë, në 6 muajorin e parë të 2025-s, vetëm 15% e totalit të blerësve kanë qenë shtetas të huaj, përkundrejt 18% që ishte kjo shifër në fillim të vitit. Në ulje në fakt edhe numri blerësve shqiptar në pritje të amnistisë së njoftuar nga qeveria. Më the më lart që ka një interes të shtuar nga të huajt për të blerë banesa, kryesisht në zonat turistike, por interesi shqiptarëve. Ku është i fokusuar? Produkti që është duke u ndërtuar në Bregdet targeton blerësin e huaj. Qoftë ky blerës të shtetas juaj, qoftë pjesa e diasporës. Mendoj që shqiptarët, paktën pjesa e diasporës, është duke vazhduar të investojnë në Durrës edhe në Vlorë. Ndërkohë që atë që ne kemi parë, dhe kjo do ndodhi kryesisht gjatë nëntorit, ne do të jemi 2 javë duke vizituar Amerikën për promovuar Shqipërinë, sepse ka pasur një rritje të shtuar nga amerikanët, të cilët për shkak të investimit që do ndodhin Sazan, kanë interes të vinë dhe të eksplorojnë Shqipërinë gjatë pranverës së 2026-s. Kështu që mendoj që komponenti shqiptar do të vazhdojë të jetë, kjo edhe për vetë faktin sepse projektet janë projekte në zhvillim e sipër dhe shqiptarët arrin të kuptojnë dinamikat, ndërkohë për të huajt do duhet produkti përfundimtar me certifikat pronësie. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk do të kenë vendin e tyre në real estate. Duke qenë se në Bregdet po fokusohen kryesisht të huajt apo shqiptarët e diasporës, për shkak të çmimeve të larta, mendoni që këto qytete të paktën ndush si Vlora apo në një zonë tjetër bëhen pak të aksesueshme për shqiptarët e Shqipërisë? Mendoj që në real estate pak a shumë do të shikojmë atë që kemi parë në sektorin e turizmit. Ne vetë kemi përjetuar që për shkak të rritjes shumë të shpejtë të çmimeve, në disa momente abuzive ka qenë vështirë për të aksesuar zona turistike nga shqiptarët. Do duhet të rregullojmë këtë treg. Pra frika është që nuk duam që të ndodhi në turizëm ajo që ka ndodhur në vendet e Bashkimit Evropian, kur është vërtetësuar jeta e banorëve, dhe kjo është një kampanë alarmi dhe një thirrje fatikisht për të gjithë ne, për aktorët e tregu, por edhe për ekzekutivin që të merremi 5 vite më përpara me atë që duhet të merremi 5 vite më pas pasi të integrohemi në Bashkimin Evropian. Çfarë mund të bëjmë? Mendoj që ne duhet të merremi seriozisht me pjesën e përballueshmërisë së strehimit, qoftë kjo për strehim parsor, po qoftë edhe për të incentivuar shtresën e mesme që të ketë një standard më të lartë jetete dhe të ketë edhe një shtëpi të dytë në Bregdet. Ka pafund politika fiskale të cilat mund të adresojnë këtë proces, po e para taksimi mbi pasuritë e paluajshme mund të jetë një mekanizëm. Tatimi mbi transaksionet me pasuritë e paluajshme patjetër që është një mekanizëm, kemi 3 vite që ja themi. Aksesi në financa. Një vendim i Bankës së Shqipërisë mund të vështirësojë nga ana psikologjike aksesin në financa. Pjesa e monitorimit të leve të ndërtimit patjetër mund të jetë ashtu. Pjesa e incentivimit të blerësit për herë të parë. Ne nuk i kemi përjashtuar nga taksa blerësit për herë të parë.
ne nuk e kemi përjashtuar një familje e cila e mbram pronën 5 vite. Pra ne trajtojmë njësoj një spekulant në treg me një familje të ndeshme që thjesht po banon atë shtëpi. Kur të dy dalin në treg trajtojnë njësoj. Në madje ne trajtojmë akoma më keq individin që zotron një shtëpi në krahasim me një entitet tregtar që zotron një pronë. Se kur entiteti tregtar e nxjerr pronën në shitje, ne i marrim në konsiderat të gjitha kostot. Kur individi nxjerr pronën në shitje, ne nuk i marrim në konsiderat asgjë. Të gjitha këto çojnë në presion për të rritur çmimin dhe në bërjen e strehimit të pak se sushëm për një pjesë të mirë të shqiptarëve pas. Taksat sa përqind zënë në çmimin final të shitjes në një përqindje mesatare? Pak a shumë ne sot e dim që është 15% tatimi mbi fitimin kapital. Po me ritmet që ne kemi pasur, me ritmet që kemi pasur për rritjen e çmimit, besoj që një pjesë e çmimeve në 10 vite mund të jenë rritur 50-60% të paktën. Kështu që me një rregull të thjeshtë bëhen llogaritë. Dhe një pyetje të fundit Arbër. Negociojnë për çmimin? Patjetër, shqiptarët negociojnë për çmimet, mendoj që fillon 5, mendoj që maksimumi shkon deri në 20%. Ulen 20%. Në disa raste po. Do me thënë në qoftë se unë dua të shes një shtëpi 100.000 euro, ulem në 80.000 euro? Po nëse nuk e ndjekur këshillën e ndërmjetësit të pasurisë paluajtshme që është një profesion i licencuar, patjetër do të shkosh në atë drejtim. Ulet ai që do të shes dhe ka interes të shesë shpejt? Apo pranon kushtet ai që i duhet patjetër një banesë dhe apo le të themi e do patjetër një pronë? Në 2024, në 2025, kur nuk ka pasur ofertë ekonomike për shkak të ngërçit me procesin e rivlerësimit, besoj që ai që ka dashur të blej është ka ardhur në çmimin që ka dashur shitje. Dhe fatikisht dhe disa nga statistika vrotimet e Bankës së Shqipërisë tregojnë që prona gjithmonë më tepër po shiten afër çmimit që është listuar. Sidomos nëse ata shohin me profesionistë para se ta nxjerrësh pronën në treg, je sa më afër çmimit. Ka prona sot në treg? Ka ofertë? Ka ofertë vetëm ndërtimet e reja, se ndërtimet ekzistuese fatkeqësisht janë bllokuar për shkak të 2 lajmeve që do ndodhi rivlerësimi dhe nuk e dim kur do ndodhi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Çmimet e banesave pritet të rriten të paktën në optikën e qeverisë. Kryeministri Rama ka deklaruar pa kohë më parë se çmimet e shitjes së pronave në Shqipëri do të rriten me integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, duke apeluar kështu të huajt e interesuar për të investuar në Shqipëri që të nxitojnë. Ndjekim çfarë ka thënë Rama. 1912. Edhe sepse sektori i pronave në Shqipëri po ecën vërtet përpara dhe ka hapësirë për të bler prona me një çmim të përballueshëm ende. Ajo që do të thosha të gjithëve që kanë shumë para, ti shpenzoni duke bler prona, apartamente në Shqipëri, do të jetë investim shumë i mirë në Shqipëri, sepse çmimet do të rriten akoma më shumë edhe kur të bëhemi shtet antar i BE-s. Çmimet rriten pothuajse 2 fish. Blini një apartament në Tiranë, prisni pak vite dhe e shisni me çmim 2 fish. Ejani në Shqipëri dhe blini prona. Romina, kryeministri ka deklaruar që do ketë rritje të çmimeve në momentin që Shqipëria do futet në BE, duke bërë thirrje të huajve që të blejnë tani. Pritet një ecuri e tillë? Po patjetër në fakt se ne shohim që edhe gjatë këtyre 5 vite kemi pas një rritje të çmimesh, ndonjëherë dhe të pajustifikuar në lidhje me koston e jetesës dhe me pagat mesatare dhe minimale në Shqipëri. Që do thotë që vërtet Shqipëria po promovon si një destinacion i cili ja vlen të bësh biznes, ja vlen të kesh një pasuri të patundshme dhe pse jo dhe të jetosh në Shqipëri. Kemi rastin e pensionistëve italianë, të cilët kanë bler pasuri të patundshme, kryesisht në zona bregdetare dhe kanë zgjedhur Shqipërinë si një destinacion për të jetuar pleqërinë e tyre. Pra, kjo bën sens, duke qenë se edhe në vendet e Bashkimit Evropian, po dhe në vendet e rajonit, nuk është vetëm Shqipëria që ka një rritje të çmimesh të pasurive të patundshme, por pothuajse kjo ndodh dhe në rajon dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Rritja e çmimeve është e justifikuar nga rritja e kërkesës apo është ajo flucka që flasin të gjithë? Në fakt, para disa vitesh dhe ekspertë ekonomistë mendonin se ishte një fluck, por shohim që u bën rreth 4 vite apo 5 vite, e cila kjo fluck nuk po plas, që do thotë që kjo është vërtet një rritje kërkesës dhe shohim dhe nga investimet e UE direkte që kemi një rritje të investitorëve dhe një interes të madh për pasuritë patundshme. Shqipëria me rritjen e turizmit bën që një individ i cili mund të jetë individi i Bashkimit Evropian apo më tutje, ta shohë Shqipërinë si një vend me interes për të blerë një pasuri të patundshme. Që do thotë që kjo nuk është një flusk. Nga ana tjetër, shohim që familjet shqiptare kanë ndryshuar qasje, pra janë kthyer në familje më të vogla. Dëshira e madhe për të jetuar në mënyrë të pavarur dhe mundësia për të pasur një banesë, sepse shqiptarët kanë dhe një lidhje emocionale me banesën, ka bërë që të rritet kërkesa për blerje banesësh dhe nga çiftet e reja. Dhe kjo bën që në mënyrë racionale të mendojmë që është rritja e kërkesës dhe jo më një fluks.
A janë të përballueshme çmimet për një familje normale në Shqipëri, një familje mesatare apo për një çift të ri? Duke qenë se gjatë këtyre viteve nuk kemi pasur një rritje të madhe të pagave, por kemi pasur indeksime dhe rritje pagash kanë qenë vetëm në disa sektorë, siç është turizmi, industria e ndërtimit, apo ndoshta dhe institucione financiare, dalim në konkluzion që për një çift në Shqipëri, duke pasur parasysh dhe kostën e jetesës, sepse ne kemi një kostë të lartë të jetesës krahasuar me rajonin, atëherë çmimet e këtyre apartamenteve apo pasurive të patundshme, por dhe jo vetëm të tyre, por dhe të qerave, janë çmime tepër të larta dhe shpeshherë të papërballueshme nga familjet shqiptare që janë me të ardha mbi mesatare. Do këshilloje për një familje të re, qera apo shtëpi me kredi? Duke qenë se rritja e qerave është evidente në treg sot, ndërkohë që marrja e një shtëpie patjetër me ndihmën e ndërmjetësve financiar, pra me institucionet bankare, e bën më të thjeshtë marrjen e një shtëpie dhe pagesa një qeraje normalisht nuk është vendimi i zgjuar nëse një individ dëshiron të ketë një pasuri të patundshme, sepse qeraja është diçka e përkohshme, ndërkohë që blera një shtëpie me marrje një kredi, pra pikërisht atë pagesë që ti e për qera mund ta japësh fare mirë për të shlyer huan dhe në këtë moment ti ke pas disa vitesh shtëpinë tënde. Mendoni se do t'jap efekt në kufizimin e shitjes së pronave dhe kërkesës vendimi i Bankës së Shqipërisë për të kufizuar kredin për blerje banese? Unë mendoj që kjo nuk do të jetë një element i cili do të kufizojë blerjen e pasurive të patundshme. Në fakt, nëse kemi pas banka të cilët financonin deri në 90%, tashmë do të financojnë më pak, ndoshta me një 10% diferencë, por përsëri familjet shqiptare nga nevoja dhe dëshira për të pasur një pasuri të patundshme, thjesht do të mundohen të kursejnë më tepër dhe të mos bëhet pra kjo bara apo më saktë kufizimi që Banka e Shqipërisë ka vendosur normalisht për bankat tregtare për të menaxhuar riskun, mos jetë një kufizim për blerjen e pasurive të patundshme. Një pyetje të fundit, Romin, si e parashikon si ekspert ekonomie ecurinë e çmimeve në tregun e pasurive të patundshme? Se gjithmonë është ky debati publik që bëhet, prisni se do ulen çmimet, ndërkohë që kemi dhe rivlerësimin në prag që mund të japi efektin e tij. Patjetër që rivlerësimi është një element i cili tregon që vetëm ulje të çmimeve të pasurive të patundshme nuk do të ketë. Mendoj që siç thotë vetë kryeministri me futjen në BE, ndoshta do të kemi rritje të çmimesh dhe jo ulje të çmimeve, kështu që një individ i cili dëshiron të ketë një shtëpi, patjetër që duhet ta shohë si të rëndësishme vendimarrjen për blerjen e shtëpisë dhe të shikojë të gjithë mundësitë për të kursyer dhe për të marrë një UA me qëllim që ai të blej sot një shtëpi me një çmim më të ulët. Shumë faleminderit. Në ekonomi, në një treg normal, çmimet përcaktohen nga kërkesë oferta dhe në tregun e pasurive të patundshme, kërkesa mbetet e lartë së bashku me gatishmërinë e bankave për të financuar nëpërmjet kredisë, ndonse huaja nuk është burimi i vetëm. Por ajo që tashmë është e qartë për të gjithë është se periudha e ardhur ku mund të blije një shtëpi me çmime të përballueshme dhe të leverdishme ka përfunduar. Për A2 CNN, Aurora Sulça.